Vjolca Ndou, pronare e banatorës Djelza në Gjakov, thot se me mjaft vështirësi kishte arritur të gjejë një lokal për të hapur një banatore afër qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov. Por rreth 14 vjet më pas, ky lokal nuk e ka më vlerën që kishte pasur dikur, me që QKMF-ja është mbyllur. Kryetaria e re e Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, më 24 dhjetor vendos për mbylljen e kësaj qendre, me pretendimin se janë tejkaluar procedurat e tenderimit me rastin e renovimit të saj. Gazeta Jeta në Kosovë ka raportuar për këtë më 10 shkurt. Mbyllja që kemi ka ndiku shumë, të na puna ka ra 70-80%. A ka ndodhur që ndonjë banatore është mbyllur shkasike? Ka ndodhur 2 banatorë janë mbyllur. Sipas partisë opozitare AAK-s, e cila me në krye pa lekajn deri në dhjetor të vitit 2013 ka udhëhequr me komunën e Gjakovës, të mbyllësh një qendër kryesore të mjekësisë familjare, do të thotë se ke atakuar shëndetin e qytetarëve. Dhe nëse marrë me master planin e mjekësisë familjare apo shëndetësisë primare në Gjakov, ka qenë ndër ma funksionalit në Kosovë. Dhe tani mendoj që ka dështuar si tërsi sistemi shëndetësor, sepse në një hapësirë shumë të vogël punojnë mbi 50 mjek, 40 motra që nuk është standard. Sipas lekajt, ka pasur tender dhe kontraktuesi ka pasur kontrat vjetore të specifikuar nga zyra prokurimit, dhe njëjta kontrat në përpikëri është implementuar. Mirë po, si thot ai, të gjitha këto që fliten për QKMF-n janë spekulime politike dhe jo profesionale. Por Kusari Lila insiston se në rastin e QKMF-s ka pasur parregullsi. Në QKMF ka ndodhur një mori parregullësishe. Para është janë kry punime të njëpasnjeshme, janë shpenzuar mbi 150.000 euro të intervenime të ndryshme që nuk kanë rezultuar në një ngritje të funksionalitetit të kësaj ndërtese. Megjithatë, kryetaria thot se problemi i QKMF-s ekzistuese është në fazën finale të zgjedhjes, por në të njëjtën kohë ajo është duke punuar për ndërtimin e një objekti të ri për këtë qendër. Kusari Lila thot se projektin e QKMF-s e ka prezantuar në konferencën e donatorëve dhe se kanë pasur komunikim me disa organizata ndërkombëtare, të cilat kanë shprehur interesim të financojnë ndërtimin e QKMF-s në një pjesë tjetër të qytetit. Përveç interesimit për QKMF, kryetaria e Gjakovës thot se në konferencën e donatorëve ka pasur interesim edhe për 2 projekte tjera të mëdha. Thënë që kemi realisht bazë që donatorët do ta përkrahin është Gjakova qytet digital, do të thënë digitalizimi i gjitha shërbimeve komunale. Sot kemi konkretisht në vizitë përfaqësues të ambasadës belge për qendrat e banimit social, projekt ky tjetër i prezantuar në konferencën donatorëve. Jemi në bisedime edhe me Komisionin Evropian për fondin për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe USAID-in. Por sipas lekajt të AAK-s, kryetaria ka mbajtur premtimin për organizimin dhe mbajtjen e konferencës së donatorëve, mirë po sipas tij, konferenca ka dështuar. Mund të them lëshëm se asgjë për pos shpenzimit që i ka bëhe 21.800 euro, dhe mendoj që ky ka qenë një spektakel medial që nuk ka përfituar asgjë. Ndërsa partia tjetër opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, ende shpreson në rezultate eventuale të konferencës. Unë dua të besoj se do t'jetë diçka pozitive dhe mirë, na është thënë dhe është prezentu se ka qenë si një konferencë shumë e suksesshme, por është thënë që rezultatet konkrete të kësaj do të shihen pas 6-7 muajt, por deri në këtë moment, të paktën unë nuk kam ndonjë informat për diçka konkrete që është arritur prej kësaj konferencë. Një ndër temat standarde të diskutimit mes qeverisjeve të reja dhe atyre të vjetra komunale nuk e ka lënë anash as qytetin e Gjakovës. Sipas kryetarës Kusari Lila, ajo e ka gjetur komunën në një gjendje të rëndë financiare. Në aspektin e financave kemi trashëguar një situatë shumë të rënduar me një borxh të shënuar prej 5.6 milion eurove dhe me projekte të nisura deri në vlerën 14 milion euro. Mirë po ish kryetari Lekaj thot se këto janë shpenzime të planifikuara të vijave buxhetore. Unë mendoj që kalon borxhe, është e pak, por janë këtë shumë dhe janë kon të planifikuara. Komuna i ka borxhe operatorëve që parat janë thesar, mirë po për teke politike nuk paguan këto borxhe. Sipas Arbëria Nagavcit të Vetëvendosjes, nuk dihet saktësisht sa është borxhi komunës së Gjakovës, ndonë se kryetaria ka dalur me shifrën e mbi 5 milionëve, por ajo thot se kjo nuk është diçka befasishme dhe se ka qenë ditur që kushdo që të vinë në pushtet do të përballet me këto borxhe.
që është një shifër që e kemi përmend edhe gjatë kohës së fushatës, domethënë ka qenë pothuajse e ditur se ky është borxhi, por Ashtu sikur se Sali Aslana i Suarekës, edhe Mimoza Kusari Lila ka larguar 60 mësues të projektit të Caritasit për asistencë mësuesve afër pensionit, për shkak të mospërmbajtjes së kontratës nga qeveria e kaluar. Don Viktor Sopi, drejtuesi i Caritasit të Kosovës, tha se shkëputja e kësaj kontrate nga kryetaria Kusari Lila ka qenë e drejtë. Sipas tij, kjo kontratë është shpërfillur nga qeverisja e kaluar, sepse ka qenë për 21 deri 25 të punësuar, ndërsa janë punësuar rreth 60 mësimdhënës, thot Sopi. Sipas tij, ky donacion është keq përdorur dhe është përdorur para fushatës zgjedhore, me qëllim që të përfitojnë në mbledhjen e votave. Është fatkeqësi që ka ndodhur ajo çfarë ka ndodhur dhe është një keqpërdorim dhe një rritje shpresave e një numri të caktuar të mësimdhënësve nga administrata kaluar, është një lojë me ndjenjat dhe emocionet e tyre, me pritjet e tyre. I përballur me këto kritika, pa Leka i thot se qeverisja e Kusari Lilës ka bërë edhe më shumë punësime politike. Ta marrmi, nëse tërhiqim një paralele në mes asaj që thuhet që ish qeverisja ka emnuar njerëz të partisë, njerëz që i kanë mbështet partinë, vetëm konkurset e fundit me këtë qeverisje të Kusarit, Lila, mendoj që nuk do koment madh, sepse kur në bordin apo në komisionin intervestus janë 2 drejtarë që emnohen politikisht, çka do një koment. Mimoza Kusari Lila e ka mohuar një gjë të tillë, duke thënë se këto janë vetëm shpifje të partisë në opozitë. Që në ditët e para të qeverisjes së saj, Mimoza Kusari Lila ka larguar nga kabineti i saj drejtorin e shërbimeve publike, pasi një qytetare kishte denoncuar atë për mitmarrje, dhe shefin e logjistikës, rast ky që po ashtu është proceduar në prokurori sipas kryetarës. Dhe ju e dini që edhe skandali në 60 ditëshin, shkarkimi i drejtorit të shërbimeve publike dhe zyrtari i lartë i logjistikës që për mitmarrje. Dhe në këtë drejtim mund them që ajo është brengose kur në ditët e para del një qeveri e korruptuar. Ndërsa kryetaria Kusari Lila thotë se me këta zyrtarë nuk dëshiron të merret, me që ata janë në fazën e hetimeve nga prokuroria, por ajo thotë se prokuroria ka më shumë punë me qeverisjen e kaluar. Komuna Gjakovës zyrtarisht është nën hetime në aspektin e keqpërdorimit të pozitës zyrtare të përfaqësuesve të qeverisjes së mëhershme. AK-ja ka shumë akuza për qeverisjen e tashme të Gjakovës, por nuk përmend asgjë lidhur me ndërtimet pa leje. Mirë po këtë nuk e haron Arbëria Nagavci, e cila thotë se trajtimi i ndërtimeve pa leje ka qenë premtim i të gjithë kandidatëve. Dhe faktikisht asgjë nuk dihet këtë drejtim, domethënë nuk ka të paktën asnjë deklaratë se si është menduar të veprohet, a do të bëhet legalizimi i objekteve pa leje, a do të rënohet, cilat janë planet e kësaj qeverisje, do thotë nuk kemi asgjë konkrete edhe pse ka kaluar një kohë mjaft e gjatë. Sipas saj, sidomos shqetësuese janë pompat e benzinës në rrugën e tranzitit, si edhe ajo ngjitur me oborin e shkollës Mustafa Bakia. Lidhur me ndërtimet pa leje, kryetaria Kusari Lila të gjitha fajet i ahedh qeverisjes së kaluar, sepse siç thot ajo, ata kanë lejuar këto ndërtime. Tek objektet në qendër të qytetit, në fakt aty nuk është një, po janë 4. Asnjëra nuk është me leje ndërtimi, janë vetëm me leje të, domethënë leje urbane. Qarshia vjetër që një kohë të gjatë kishte mbetur e bllokuar për shkak të ngecjes së punimeve në një kontest mes qeverisë së palekajt dhe Ministrisë së Kulturës, ndërsa tash pas restaurimit vazhdon të ketë një pjesë të saj të bllokuar nga kafeteritë e shumta që kanë zënë edhe hapësirën e jashtme. Po në fakt ne vetëm kemi bërë zgjidhjen. Zgjidhja është që nuk do t'i pëlqen kafeterive, që të lirohen 3 metra të rrugës në midis, domethënë që të ketë një hapësinë të kufizuar të shfrytëzimit të hapësirës afër dyqaneve. Azir Dervishi, mësimdhënës i pensionuar, i vlerëson pozitivisht 100 ditët e para të Mimoza Kusari Lilës. Ai e vlerëson sidomos angazhimin e qeverisjes në lëmin e ndërtimeve pa leje. Ndërtimet pa leje kanë filluar të ndalen, sigurisht kjo është merit e qeverisë komunale, dhe që ndohet shumë pozitive. Butrin Bedra, qytetar nga Gjakova, i tha gazetës Jeta në Kosovë se përmes asaj që ai ka mundur të përcjell, vërehet një ndryshim nga qeverisja e kaluar. Jo, dallimi është i madh. Po, çka për shembull? Është ka vjen era, më shkurt. Era mirë ka vjen.
Pa kur të vjen dikush e bën do projekte do sana, është apo di era i vjen, tash prej herë i bash nashta kaq smur. Ndërsa qytetari tjetër, Anton Gjokaj, vlerëson se pa lekaj ka qenë më i zotit se Mimoza Kusari Lila, por sipas tij, edhe kryetari i re është duke treguar veten. Pali ka punu, mirë ka punu, ta i raja shorti asisoj, edhe i ra rasti edhe mor edhe kjo. Edhe kjo shumë e mirë, edhe familjes mirë, kryetare shumë e bukur, edhe zgjut e mesme dhe në asë telefonit. Mimoza Kusari Lila nga AKR-ja ka fituar postin e kryetares së Gjakovës në balotazhin e 1 dhjetorit të vitit kaluar, ku mundi pa lekajn e AK-s. Ajo ka lidhur koalicion me LDK-n dhe me PDK-n.